Po tani mbetet të shihet se kur po konstituohet kuvendi dhe cila do të jetë agenda parlamentare e kuvendit të Kosovës. I kena 48 orëshat në vazhdim. Po, natyrisht që mbetet një proces i tillë legislativ ose një agendë të tillë legislative të aprovohet së pari në qeveri dhe pastaj në kuvendin e Kosovës, dhe mbetet të shihet nëse do të thotë këto ligje që pajtohem që janë shumë të rëndësishme, një pjesë të cilave natyrisht që i kam konsultuar në fazën e drafteve, janë të rëndësishme dhe besoj që secili prej tyre do të arrijë qëllimin për cilin edhe është rishkruar, ose është rishikuar, ose është hartuar. Dhe prandaj edhe mbetet të shihet nëse do të përfillen vërejtjet, komentet e shoqërisë civile nga një anë, të opozitës nga ana tjetër, po edhe gjetjet e shumta tashmë të gjykatës kushtetuese, mos harrojmë veçanërisht të pjesa e ligjit për Këshillin Prokurorial. Aktgjykimi i parë me rastin e anulimit të ligjit të parë është pra aktgjykimi më voluminoze që i ka gjykata. Dhe natyrisht aty përkufizohet edhe fushveprimi i përgjegjësive qeveritare deri ku mund të shkojnë me çështjet e rishikimit ligjor, që në rastin konkret edhe rishkrimi eventual i ligjit për Këshillin Prokurorial, në kupton konsiderata dhe konsultime të domosdoshme me një aktgjykim të tillë. Sigurisht që edhe aktgjykimi i cili pritet të publikohet do të jetë i vyshëm për procesin e hartimit të ligjit të ri për KPK-n, jo vetëm, por edhe të hartimit të ligjeve ose pakës gjyqësore për gjyqësorën dhe për prokurorinë. Kështu që mbetet të shihet se kjo qasje, kjo qasje e cila për mendimin tim është kryesisht e nxitur nga shoqëria civile dhe nga këshillat, më shumë nga Ministria e Drejtësisë, sepse qasja ose qëllimet ose motivet e Ministrisë së Drejtësisë tashmë janë zbërthyer dhe s'ka nevojë të jesh ekspert për ta kuptuar, edhe pa aftësinë dhe kompetencën e tyre në planifikim, edhe pa aftësinë dhe kompetencën e tyre në ligjshkrim, po edhe në aspektin e mbrojtjes së tyre. Ju e shihni, ligjet rrëzohen, ligjet konfirmohen, askush nuk del të mbrojë ato. Dhe kjo është fatkeqësi. Do thotë ju mund ta kuptoni se në çfarë degdisje ka rënë niveli i Ministrisë së Drejtësisë dhe i qeverisë në përgjithësi, kështu që mbetet të shihet qasja që do të bëjë qeveria re, kushdo që do të jetë ajo. Edhe pse efektet e këtij ligji nuk do të jenë të menjëhershme në kuptim të reformës që e presim edhe që u vlerësu si e domosdoshme, duke pas parasysh zoti paraktari, zoti Shala, përbërjen aktuale dhe emrat edhe që i përmendet, e që nuk do të ndryshojnë për një kohë sepse kanë mandat dhe do të vazhdoj, çfarë presni praktikisht që të zhvillohet në kuadër të proceseve të rëndësishme të cilat i ka Këshilli Prokurorial i Kosovës? A presni që do të ketë konfrontime për ato temat mëdha për cilat ka pas debat në publik, ka pas kërkesë për transparencë, për llogaridhënie, e cila është vlerësuar se është në nivelin më të ulët? Pres kësaj do të mund të kontribuonte në rast se eventualisht do të ketë sa më shumë shpejt që të jetë e mundur, plotësim të anëtarëve të tjerë nga jashtë sistemi. Kjo do të mund ta rreste më tepër llogaridhënien, mirë po unë besoj dhe shpresoj që efektet nuk do të jenë të menjëhershme, edhe fakti që dispozitat kalimtare e pamundsojnë spaku deri në janar të vitit të ardhshëm me fillu së zbatuari. Kështu që nga viti i ardhshëm pres, domethënë fillim të një reflektimi nga ana e Këshillit Prokurorial në drejtim të kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të tij kushtetuese. E përmendi Gëzimi, tash sa kohë kemi, domethënë kryeprokuror me ushtrues detyre dhe një pozicion i tillë kaq i rëndësishëm jo vetëm brenda sistemit të drejtësisë, mirë po është nga pozicionet më të rëndësishme në nivel vendi, me met kaq gjatë me ushtrues detyre, është e papranueshme, është përgjegjësi absolutisht e dyfishtë e Këshillit, mirë po natyrisht pa përgjegjësi nuk është as institucioni i presidentit për shkak të vonesave që ka pas. Megjithatë, përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe e Këshillit, qoftë në mos sigurimin e një procesi me integritet, por natyrisht edhe mos reflektimin në raport me faktin prej kur ka marrë njoftimin për mos dekretim nga ana e institucionit të presidentit. Prandaj unë pres që efektet e kësaj nisme
që në bindjen time është një nismë jashtëzakonisht e mirë, domethënë është rregullu jashtëzakonisht mirë dhe që mund të supozojmë, mund të presim me bindje për një sistem dhe një këshill me integritet, mund të llogarisim vetëm nga mesi i vitit 2026 të tutje. Zoti Shala, po e ripërsëris pyetjen praktikisht, sepse dy antar nga kuvendi që janë të zgjedhur, neve që kemi në Këshillin Prokurorial të Kosovës, sa është dëgjuar zoni i tyre, sa është kontributi i tyre i çmuar në këtë fazë dhe sa mund të jetë ndryshe, apo ndoshta kur ndryshoj edhe përbërja, ndoshta janë të njëjtit që mund të jenë shumë atzëshëm dhe shumë akritik për proceset e shumta që ndodhin në Këshillin Prokurorial. Realisht do thotë edhe pse Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka pas këtë shumicë absolute 10-3 brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës, nuk është që i ka shmu, që me thonë, so duhet, edhe këtë pakicën prej 3 antarëve. Do thotë e përmendim edhe më herët, mos harrojmë që ky Këshill Prokurorial i Kosovës pa asnjë bazë ligjore ja ka ndërprerë mandatin një antarit që vente nga rolli të shoqërisë civile që ishte Florent Muçaj, për shkak se thoshte ka ndryshe ke mënyra e zgjedhjes, që mënyra e zgjedhjes ka ndryshe edhe sot. Po na nuk po themi që këta dy antarë do të me shku te shtëpia, mirë po me vazhdu mandatin deri në fund. Ndërsa KPK kur ke punët e ligji parë ankoi se thoshte pse me ligj po na e marrin. Ndërsa ja kishin marrë do thotë një antari të jashtëm të KPK-s pa ligj pa asgjë. Kundërlishmëria është konfirmuar aty. Do thotë ka dhe vendim gjyqësor për këtë çështje, mirë, po kjo do thotë i kishte dekurajuar proceset antarët që me kandidu në proceset e ardhshme. Tash, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, ajo çfarë shoh e para në këtë sensin e monitorimit është një KPK tjetër, do thotë një farë mënyrë tjetër e diskutimit, për shkak se normalisht që antarët jashtë sistemit prokurorial të Kosovës do të jenë më të faktorizuar, për shkak se do të jenë më të fuqishëm në raport me pjesën tjetër të antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe që normalisht se është e pritshme që të ketë edhe debat më shumë, për shkak se edhe në mesin e këtyre 4 antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, vota e gjithë secillit është më faktorizuar se sa që ka qenë deri më tani. Do thotë sot, për shembull, nëse nga 10 prokurorë 9 merren vesh për një çështje të caktuar, nuk është që e prish matematikën për një vendim të caktuar vota e një prokurorit. Ndërsa me përbërjen e re do të aprish matematikën për shkak se eventualisht do të mund t'i bashkohet këtyre 3 antarëve të cilët vinë nga kuvendi. Pro do të ketë një farë debati pak më të madh, sepse e thamë edhe në fillim, ky ligj do thotë nuk i bën rezultate tash. Mirë, po mënyra që supozohet me u zhvillu jeta brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës i bie që ka potencial me u ngrit transparenca dhe llogaridhënia. Normalisht, jam i bindur se këtu do të hapen temat të cilat nuk janë hapur deri tani për çështjen e korporatizmit. Do thotë domosdoshmërisht se duhet të hapet tema e kryeprokurorit të shtetit. Domosdoshmërisht kur të bëhen do thotë këta 3 antarë e kanë obligim që ta bindin edhe një antar tjetër, e janë edhe shpollin procesin për kryeprokuror të shtetit, për shkak se u bën vite që vendi është me ushtrues detyret të kryeprokurorit të shtetit, e ja të zhvillojmë një proces meritor përmes cilit e nxjerrim emrin e kryeprokurorit të shtetit dhe e zgjidhim. Normalisht se Komepos do thotë besoj që Komepos një llogaridhënie pak më të madhe në raport me proceset e avansimit, në raport me proceset për përzgjedhjen e kryeprokurorëve dhe edhe në raport me mosa disiplinore. Mosa disiplinore, dështimi i mekanizmave do të thotë e ka sjell këtë nevojë që sot themi që reforma është domosdoshme, duke mos e harruar ato që sot nuk e diskutojmë, po diskutojmë vazhdimisht nevoja për zhvillim të procesit të vettingut.